A e dini pse rrugët dhe oborret e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë mbeten shumicën e kohës të papastra dhe koshat ku tërbojnë? Përgjigjen e zbuluam nga verifikimi i dokumentave të tenderit të pastrimit. Gjithçka nis tek përcaktimi i kërkesave mbi kapacitetin teknik të firmës, që kompania e kontraktuar të fitojë sa më shumë. Drejtoria, përmes njësisë së prokurimit, vendosi si kriter një minimum të vogël mjetesh dhe po ashtu personel të pakët. Minimumi i mjeteve të kërkuara për fituesin e tenderit është 2 mjete për evadimin e mbetjeve, ose 1 për turn. Me kaq mjete turni i tretë mbetet bosh, ndërsa në fundjavë bie që një ditë të mbetet e pambuluar me mjete teknologjike. Sipas proces verbalit të kritereve për kualifikim të tenderit, operatori ekonomik duhet të disponojë minimalisht 2 mjete teknologjike transportuese të mbetjeve urbane me kapacitet 5 ton. Imagjinojeni sa kohë duhet të vijë rreth rrotull të spitalit dhe sa rrugë do të bëj për tek landfilli i Sharrës një kamion gjatë turnit. Mbetjet krijohen gjatë gjithë kohës, ndërkohë që marrëveshja e zyrtarëve të tenderit vendos edhe një numër minimal për personelin. Janë 12 punonjës pastrimi që ndahen në 6 veta për 2 turne, ndërsa për turnin e tretë nuk ka mbulim të shërbimit. Në fundjavë, kur kryhet pushimi javor edhe për ditë festash, pastrimi në këto turne reduktohet me 3 punonjës. Nuk ka nevojë për formule shkencore apo studime se sa kilogram mbetje krijohen, sa kohë duhet për t'i mbledhur dhe sistemuar, transportuar brenda spitalit dhe evaduar tek landfilli. Janë 6 zona pastrimi që mbulohen nga 6 vet. Punëtorët e turnit të parë duhet të merren me zbrasjen dhe pastrimin e koshave me rrotullim, pastrimin e hyrjeve kryesore, si dhe sheshet e godinave spitalore sipas zonave përkatëse, dhe më tej me pastrimin e segmenteve rrugore, trotuareve dhe hapësirat e parkimit. Punëtorët e turnit të dytë duhet të kenë fokus pastrimin e zonave të parkimit. Sipas një vlere orientuese që e kanë vendosur vetë zyrtarët e tenderit, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza krijohen 2520 kg mbetje në ditë. Kjo vlerë na duket mjaft e vogël. Jemi të bindur se shifra është vendosur minimale, me qëllim për të ndihmuar kompaninë private që të justifikojnë mbajtjen e kapaciteteve sa më të vogla. Megjithatë, duke marrë të mirëqen këtë sasi mbetjesh, një punonjësi në turn i bie të përpunojë afro 250 kg mbetje, diçka e pamundur fizikisht. Makinat sipas rregullit vendosur para tenderit duhet të shkojnë 2 deri në 4 herë në ditë në landfill. Pra, kërkohet një intensitet i lartë pune me një numër të vogël punonjësish dhe mjetesh. Arsyeja tjetër pse qendra spitalore universitare është vazhdimisht një territor i papastër është se i njëjti operator që e kishte këtë kontratë 2 vitet e kaluara favorizohet të fitojë sërish. Pra kush na qen ka njeriu për të cilët janë qepur kriteret që po fiton në kurrizë të shërbimit të pastrimit? Ky quhet Fiqëria Almuça, pronar de facto i firmës Pastrime Silvio SHPK. Ai është i favorizuar nga zyrtarët e korruptuar të spitalit dhe të operatorit të blerjeve të përqendruara. Ky i fundit organizon tendera të shëndetësisë që pas emërimit të Blendi Gonxhes si ministri i ekonomisë. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza me objekt shërbimi pastrimit të ambienteve të jashtme në qendrën spitalore universitare Tiranë. Fondi limit për këtë projekt është 382.5 milion lek, dhe krahasuar me vitin e kaluar, vlera e kësaj kontrate është rritur me 2.5 milion lek. Në tenderin e mbajtur më 18 mars 2026, kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomik, por duket se kompania Pastrime Silvio SHPK e kishte prenotuar këtë kontratë. Prandaj, shpallja fitues më 7 prill 2026 ishte thjesht një formalitet shkresesh. Për riskun e korrupsionit që mbart kjo procedurë, Open Data Albania i ka valvitur një flamur të kuq. Por nuk ka asnjë sinjal që zyrtarët të bëjnë një hap pas, që kanë menduar planin prej 2 vitesh, ndërkohë që mbeteshin të pakënaqur me shërbimet e Fiqëria Almuçës. Siç vërtetohet edhe me formularin e shpalljes së fituesit, oferta e Pastrime Silvio SHPK nuk ishte më e ulta dhe as më ekonomike. Megjithëse me një ofertë 24 milion lek më të lartë se kompania tjetër e skualifikuar, Pastrime Silvio SHPK do të ftohej për hapa të tjerë të sigurimit të kontratës. Korrupsioni ja ka zënë sytë edhe drejtoreshës së re, Angela Paparizo, që të mos shoh situatën e plerave që rrethojnë pavionet. Kjo foto është shkrepur në QSUT më 5 korrik 2025. Situata alarmante. Gjendja vazhdon në njëjtë edhe në shkurt 2026 kur çelej ky tender pastrimi. Drejtoresha Paparizo mund të justifikohet se Fiqëria Almuçën e gjeti aty nga paraardhësit. Po, kështu është. Në vitin 2023, drejtoresha Albana Fico në ikje thiri firmën Pastrime Silvio SHPK të Fiqëria Almuçës të mbante pastërtinë në oborre dhe lulishtet e qendrës spitalore. Në fakt,
Tenderi me objekt shërbim pastrimi objekteve të jashtme për qendrën spitalore universitare Nën Tereza i është dhuruar firmës së Allmuçës. Në atë kohë, 7 kompani janë skualifikuar nga kjo garë vetëm që fituesi të ishte Allmuça. Madje, ndërto edhe oferta më të ulta. Fiqëria Allmuça ka qenë i proceduar penalisht për konsumimin e veprës penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë në vitin 2008. 2 punëtorë të firmës së tij u plagosën teksa po pastronin xhama të një banke në Tiranë. Pas kësaj, Fiqëria Allmuça ja kaloi kompanin pastrime Silvio bashortes së tij Bula Allmuça. Fiqëria Allmuça ka marrë dhe tenderin me vlerë $1.2 milion për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sheshit Skënderbe, bashkë me oligarkun Shkëlqim Fusha dhe firmën Erion Veliajt. 22 tender kompania e Fiqëria Allmuçës i ka marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe drejtorët e saj për shërbime pastrimi, dezinfektim dhe transport mbetjesh, kryesisht tender me paracaktim dhe flamuj të kuq. Një tender $1 milion, aq sa fundi limit, Allmuça ka marrë nga drejtoresha Brunilda Çami për largimin e mbetjeve të Spitalit të Shkodrës. Ndërsa drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza Angela Paparizo nuk është aq e në detyrë, sepse po mbush 10 muaj që nga emërimi i saj. Prandaj, nuk habitemi që Allmuça ja gjeti telat edhe drejtoreshës aktuale, dhe ajo u çmësua në panoramën e përditshme të mbetjeve.